Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ahlihi at-tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala jami' al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimet më të sinqerta janë vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut xhaleshanhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begati të Allahut qofshin mbi ju. Për ditën e sotme do të flasim rreth temës zemrat që lidhet me Kur'anin familjar. E vërteta është se fatkeqësisht njerëzit në ditët e sotme po largohen sa më shumë nga Kur'ani dhe kjo distancë e bën që zemrat e tyre të humbasin atë dritën që e kishin fituar. Duhet që zemrat tona të jenë të lidhura me Kur'anin dhe shpirtrat tanë të gjejnë ngushëllim dhe qetësi në ta. Nëse do të mund të gjenim këtë ngushëllim dhe të bënim që njohuritë e Kur'anit të kishin ndikim në zemrat dhe shpirtrat tona, atëherë jeta jonë dhe shoqëria jonë do të bëheshin të bekuara nga fjala e Allahut xhaleshanhu. Sa herë që shoqëroni Kur'anin dhe mësoni prej tij, një perde e padijes hiqet nga ju dhe hapat në zemrat tuaja mburon drita e krijuesit të gjithësisë në zemrat e njeriut. Prandaj afërsia me Kur'anin, shoqërimi me të, kuptimi dhe reflektimi mbi të janë të gjitha gjëra thelbësore jetike. Çfarë thuhet në lidhje me memorizimin ose mbajtjen përmendsh të Kur'anit, e cila është një mundësi dhe një bekim i lartë për njeriu? Përse memorizimi i Kur'anit ndikon në zemrën e personit? Parashikimi i këtij punimi është që ne të mundemi të lexojmë Kur'anin dhe të mundemi ta mësojmë atë përmendësh, sepse mbajtja e Kur'anit përmendsh ka një ndikim shumë të madh tek njeriu. Të rinjt duhet të vlerësojnë moshën e tyre dhe aftësinë për të mësuar ajetet kuranore. Familjet duhet të inkurajojnë fëmijët e tyre për ta mësuar Kur'anin dhe t'i motivojnë ato për këtë. Këtë gjë Allahu xhaleshanhu na e tregon dhe në Kur'anin familjar. Dhe në hadithet e vëra të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam e shohim që është detyrë prindit besimtar që t'i mësoj fëmijës së tij Kur'anin. Mbajtja e Kur'anit përmendsh ka një vlerë të madhe sepse i jep mundësinë atij që e mand përmendsh të meditojë mbi të përmes përsëritjes së ajeteve. Përmes ajeteve që ai ti përmendësh, ky njeri fokusohet dhe mediton më shumë në lidhje me krijimin e Allahut xhaleshanhu, me bukurinë e kësaj bote dhe mediton dhe mendon për fundin e tij të mirë në botën tjetër. Kjo është një mundësi dhe një bekim i madh dhe i ardhur nga ana e Allahut xhaleshanhu. Prandaj, të mos e humbasim këtë mundësi. Gjithashtu, Kurani duhet të lexohet nga fillimi deri në fund dhe pastaj të përsëritet po njësoj nga fillimi deri në fund, në mënyrë që mendja e njeriu të njohë të gjitha njohuritë kuranore. Pa përmendur rëndësinë e mësuesve që na shpjegojnë ajetet që na duken të vështira dhe na zbulojnë njohuritë e tyre të thella, kjo është një nga gjërat thelbësore për njeriu. Nëse ne besojmë në Allahun xhaleshanhu, se veprimi sipas Kuranit është baza dhe qendra e ringjalljes së njeriu, dhe se çështja nuk është vetëm recitim dhe lexim, atëherë ne besojmë gjithashtu se duhet të zbatojmë mësimet e librit të Allahut xhaleshanhu dhe të veprojmë sipas ajeteve të tij në jetën tonë të përditshme. Allahu i madhëruar thot kështu në Kuranin e shenjtë, teksa thot Bismillahirrahmanirrahim. Fjala e Zotit tënd është përmbushur me të vërtetë dhe drejtësi. Askush nuk mund të ndryshojë fjalët e tij, dhe kjo është ajeti 115 i surës An'am. Ne duhet të veprojmë me Kuranin dhe shpirtin e tij ndaj vetes son, familjes son, kolegëve, komunitetit dhe muslimanëve të vendeve të tjera. Duhet të përqendrohemi në recitimin e ajeteve të Kuranit familjar, të kuptojmë se çfarë thot Allahu xhaleshanhu në këto ajete dhe të arrijmë të marrim thelbin e tyre dhe ta përditësojmë në jetën tonë të përditshme. Pra ne duhet të përmbahemi në disa gjëra teksa lexojmë Kuranin dhe lidhemi shpirtin dhe zemrën tonë me ta. E para, përmirësimi i recitimit dhe melodisë së leximit. E dyta,
kuptimi i kuptimeve të asaj që ne lexojmë, dhe e treta, mbajtja e Kuranit përmendsh, sepse kjo është nga gjërat më të rëndësishme në jetën tonë. Kurani të nderuar dëgjues dhe shikues, është si një pasqyrë ku secili prej nesh mund të shohë shpirtin e vet. Ai i flet çdo zemër sipas dritës që ajo mban. Sa më e pastër të jetë zemra, aq më thellë kupton mesazhin hyjnor. Kurani nuk është vetëm një libër që lexohet me gjuhë. Siç e kemi thënë në emisionet e tjera, Kurani është një dritë që ndriçon rrugën e besimtarit si në këtë botë ashtu edhe në botën tjetër, dhe na udhëzon drejt fjalës hyjnore. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam thotë, Kurani është udhërrëfyesi më i mirë. Kush e ndjek atë, nuk do të devijojë kurrë në këtë botë, dhe kush e praktis atë, do të përfundojë në humbje. Pra leximi i Kuranit familjar nuk është vetëm një akt adhurimi, por një lidhje e përditshme me Zotin e gjithësisë. Kurani e pastron shpirtin nga ngarkesat e botës, e forcon mendjen dhe e bën njeriu të ndjejë se çdo ajet i drejtohet atij personalisht. Kurani është ilaçi për plagët e shpirtit dhe burim qetësie për çdo zemër të trazuar, teksa Allahu thotë, me të vërtetë, në përmendjen e Allahut gjejnë qetësi zemrat. Ajeti 28 i surës Ra'd. Nëse do të dëshironim që shoqëria jonë të ndryshonte për mirë, rruga më e shkurtër do të ishte përmes Kuranit, pra sipas fesë së pasur islame. Sepse në të gjendet çdo udhëzim moral, social, çdo parim drejtësie dhe çdo rregull që e ndërton shoqërinë njerëzore. Kur çdo familje e lexon Kuranin, kur çdo i ri e merr atë si shok të përditshëm, ndryshon jo vetëm jeta e tij, por një shoqëri e tërë. Për këtë thot profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam se unë po ju lë dy gjëra të çmuara, librin e Allahut dhe ehlibetin tim, nëse kapeni fort pas tyre, nuk do të humbisni kurrë. Prandaj, le të bëhemi njerëz të Kuranit, që zemrat tona të rrahin me ritmin e ajeteve të tij, që fjalët tona të marrin butësinë e tij dhe që shpirti ynë të gjejë strehim në dritën e fjalës hyjnore. Sepse, siç ka thënë Imam Aliu alayhis salam se, lexojeni Kuranin dhe veproni sipas tij, mos e kërkoni zbukurimin e diçka tjetër përveç të, sepse Kurani është fjala e Allahut, udhërrëfyesi më i mirë dhe dritë për zemrat. Qofshim në rrugën e udhëzimit gjithmonë, qofshim në rrugën ku fjala e Allahut xheleshanhu është mësimi ynë ditë pas dite. Fjala e Allahut xheleshanhu është drita që ndriçon shpirtin dhe zemrat e besimtarëve dhe është udhërrëfyesi ynë në këtë jetë dhe në jetën tjetër. Në këtë momente të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju.